Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Arbana Pasholli akuzoi shumicën parlamentare për shkelje të vazhdueshme të rregullore së kuvendit, duke thënë se mënyra se si po procedohen ligjet për arsimin e lartë është vazhdimsi e përpjekjes së javës së kaluar për ta proceduar ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në kundërshtim me procedurat. Arsimin e drejtë, i cili mbeti në renditje të seancës plenare, shumica parlamentare të nesërme zgjodhi të tërhiqte projekt ligjet për arsimin e lartë nga ajo seancë, t'i ridorëzonte vetëm një orë më vonë dhe më pas të tentonte t'i procedonte me një shpejtësi që pamundson shqyrtimin normal parlamentar. Ky është një model i rrezikshëm i veprimit. Javën e kaluar u tentua të anashkalohej procedura për një ligj me rëndësi kushtetuese. Sot po shohim të njëjtën qasje edhe ndaj ligjeve për arsimin e lartë. Kur një praktik përsëritet, ajo nuk është më përjashtim, por rrezikon të zhndërrohet në standard. Pikërisht këtë standard po kundërshtojmë. Faktet janë të qarta. Propozim ligjet u ridorëzuan dhe vetëm pak minuta më pas u caktua mbledhja e Komisionit për Arsim. Deputetëve ju dorëzuan materialet, ndërsa komisioni u thirr vetëm 14 minuta pas njoftimit. Kjo bie ndesh drejt për së drejti me nenin 126 të rregullores së kuvendit, sipas të cilit materialet dhe ftesa për mbledhjen e komisionit dorëzohen si rregull 5 ditë përpara. Vetëm në raste urgjente ky afat mund të shkurtohet dhe urgjenca duhet të arsyetohet me shkrim. Në këtë rast nuk pati as respektim të afatit dhe as arsyetim. Prandaj sot shtrojmë disa pyetje. Kush mban përgjegjësi për shkeljen e nenit 126 të rregullores së kuvendit? Kush vendosi që Komisioni për Arsim të thirrej vetëm 14 minuta pas njoftimit? Pse u shkel një dispozit kaq e qartë procedurale kur nuk ekzistonte asnjë urgjencë e arsyetuar, apo zhndërrohet kjo në praktikën e re të shumicës parlamentare? Këto pyetje kërkojnë përgjigje nga shumica parlamentare dhe nga kryetari i kuvendit, i cili ka detyrimin të garantojë zbatimin e rregullores. Po aq shqetësues është edhe fakti se propozim ligjet u tërhoqën dhe u ridorëzuan pa asnjë ndryshim në përmbajtje. Kjo krijon përshtypjen se procedura nuk u përdor për të përmirësuar tekstin e ligjeve, por për të imponuar një ritëm që kufizon debatin parlamentar. Deputetët e opozitës reaguan menjëherë si përmes komunikimit institucional, ashtu edhe përmes reagimeve publike. Pas këtyre reagimeve, mbledhja e komisionit u shtyp për sot, për ditën e hënë, me arsyetimin se nevojitej kohë për të siguruar zhvillim normal të procedurës dhe një debat funksional në përputhje me rregulloren. Kjo ngrej një pyetje logjike. Nëse veç shumica pranoi se nevojitej kohë shtesë për të respektuar rregulloren, atëherë pse u caktua fillimisht mbledhja vetëm 14 minuta pas njoftimit? Kush e mori atë vendim dhe mbi çfarë baza? Nëse një veprim i pranohet më pas si i gabuar, atëherë duhet të ketë edhe përgjegjësi për ata që e kanë ndërmarrë. Nëse shkelja e rregullores bëhet praktik, atëherë humbet kuptimi i vetë debatit parlamentar, sepse pa procedurë nuk ka debat, pa debat nuk ka ligjvënie cilësore, dhe pa ligjvënie cilësore nuk mund të ketë besim te institucionet. Nëse sot normalizohet shkelja e rregullores, nesër e njëjta praktik mund të përdoret për çdo propozim ligj. Prandaj kjo nuk është vetëm një çështje e opozitës, është çështje e mbrojtjes së kuvendit si institucion dhe e mbrojtjes së shtetit të së drejtës. Ne kërkojmë vetëm respektimin e rregullores së kuvendit. Ligjet mund të debatohen, të mbështeten ose të kundërshtohen, por procedurat nuk mund të zbatohen sipas interesit politik të ditës.